A e dini kush ka qenë ushqimi i parë në Ballkan? Buka e misrit dhe qull. Ky ka qenë një ndër ushqimet më të hershme dhe më të përhapura në Ballkan, veçanërisht pas ardhjes së misrit në Europë në shekullin e 16, pas zbulimit të Amerikës. Po pse ishte kjo bukë kaq e kërkuar? Sepse ishte i lirë, e lehtë për të përgatitur dhe e përshtatshme për të gjitha shtresat. Të mbante ngopur për shumë kohë, përdorej në forma të ndryshme, si bukë misri, polenta, kaçanak, qull e të tjerë. Ja disa shembull tradicional nga rajone të ndryshme. Kaçamak përdoret në Shqipëri, Maltëzi, Maqedoninë e Veriut, Serbi. Një lloj qulli me miell misri dhe djath. Poleta, versioni kaçamakut në pjesë të Kroacisë dhe Slovenisë. Dhe bukë misri, ushqim bazë për familjet shqiptare, veçanërisht në zonën e Veriut e në zona rurale. Ushqime të tjera shumë të vjetra dhe shumë të dashura në Ballkan janë qumësht i përzier me miell, gjell dhe thjesht, me miell gruri ose misri për fëmijë dhe të moshuar. Bukë me djath, kombinimi më universal dhe i përhapur. Baklava ka ardhur më vonë pas periudhës osmane. U bë një ëmbëlsirë që e dashuruan të gjithë, nga më i vogli tek më i madhi. Byrek i përhapur gjithësisht në formalitete të ndryshme, me djath, mirë, spinaq e të tjerë. Pra, nëse do të thuhet cili ishte një nga ushqimet e para më të dashura në Ballkan, përgjigjem me saktë të ishte buka dhe mielli i misrit në disa forma të ndryshme. Kaçamak, qull, poleta, të shoqëruara me djath ose kos.